Mirë që u këtë jam live, se hajda më mësafirën fillu me folë për flokët. Kujtë me dhe mi të regu një ati dhe s'ki ka bë flokët. Por do të flasim për një ngjarje tjetër. Do të flasim për karnevalin Golden Eagle, që tashmë është një ngjarje tradicionale që mbledh shumë njerëz si zakonisht, por po ashtu edhe shumë emra gjithandej. Është Alberita, po? Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Faleminderit. Hajde. Si po shkon organizimit, Alberita? Mirë shumë. Tash edhe është afru, shumë. Mirë. Po, 26? 27. Okej. Çka ofron ky edicion, sepse natyrisht duke qenë tradicional gjithmonë qëllimi është që të rritet, që të ketë më shumë audiencë, por të ketë edhe më shumë pjesëmarrës sa i përket këngëtarëve. Po. Domethënë ky është edicioni i 6 që do të bëhet këtë vit. Edhe çfarë vlen të cekët është që kemi ndryshuar lokacionin. Okej. Lokacioni i vetëm është tek stadiumi i qytetit në Suarek. Pa ashtu vlen të cekët që këtë vit do të ketë mbi 600 pjesëmarrës, grupe të ndryshme, përveç se nga Kosova dhe Shqipëria, nga rajoni, pa ashtu do të ketë edhe nga Italia, Bullgaria, Gjermania, Italia, Spanja, Pra, Portogalia. vitin e kaluar kena pa që ka pas interesim, më duket që kanë performuar dhe persona që kanë performuar edhe në Eurovision, që u konë diçka risi. Po, Elena Paparizo. Këtë vit po ashtu do të ketë edhe grupe që kanë performuar edhe në karnavalin e Nis. Domethënë janë grupe profesionale që do të marrin pjesë këtë vit në karnavalin Golden Eagle. Atëherë, sa dihet edhe për edicioneve të kaluara, në mos gabojmë, ka vazhdimisht gjatë gjithë ditës ngjarje dhe aktivitete, nuk është vetëm koncerti në mbrëmje, kështu që njerëz mund të argëtohen në forma të ndryshme. Po. Domethënë kemi vendosur që edhe këtë vit si vitet e kaluara, edicionet e kaluara, të ketë shumë aktivitete, sidomos për fëmijë, që domethënë fillojnë ditën, do të ketë face painting, lojra të ndryshme. Pastaj nga ora 7 në datën 26 do të filloj parakalimi i grupeve, i cili pritet të zgjatë deri në 1 orë gjysmë. Domethënë gjatë parakalimit përveç se do të parakalojnë nëpër qytet, po ashtu kemi dashur m'jau jap hapësirën grupeve që të jenë më të afërt me publikun dhe të performojnë edhe në zona të ndryshme, në mundësi që të gjithë publiku ta shohin performancat e tyre. Pastaj nga parakalimi do të vazhdojmë tek skena e madhe, siç e ceka që do të jetë tek stadiumi i qytetit. Dhe nga aty fillon performanca në skenë e grupeve dhe pastaj do të ketë performancë të shumë artistave. Që i përmenim disa, me që kemi në dalje. Se ju intereson, se e dim që një audiencë e madhe e kësaj ngjarje janë 3 pikërisht. Po. Domethënë në datën 26 do të performoj Gero Gjizi, Tajna, po ashtu do të ketë edhe performancë nga DJ Vic Roja. Ndërsa natën e dytë do të filloj, po ashtu në fillim do të ketë performanca në skenë të grupeve, të cilat nuk kanë pas mundësinë të performojnë natën e parë. Dhe pastaj do të filloj nga ora 9 do të ketë performanca të artistëve ndër më të mirët shqiptar, që do të jenë Energy Band, Kida, Mozik, Alban Skenderaj e shumë të tjerë. Mirë shumë krejt artistët me një vend, se kështu po duhet mu shpërnda me shku në qytete ndryshme me ndjek artistët, kështu që Golden Eagle po e mundëson që gjithë janë në karnaval dhe pse jo, gjithkush që dënë me pa diçka ma ndryshe dhe dënë me ndjek të artistë nga afër e pas ka një mundësi shumë të mirë. A ka diçka surpriza, apo i leni surprizë? Surpriza ndoshta do t'i lojë ma mirë ato dy ditë. Ta majnë që ka fjalla emrin surprizë, që s'do të me u zbulu. Po i shojnë fakt këngëtarët, edhe mos harrojmë që në mesin e disa, të gjithë janë aktiva, po janë disa prej atyre që vërtet janë shumë aktive. Është Tajna, që ishte albumi, ishte promovimi, për vjetori karrierës më pas, Alban Skenderaj që ka pasur koncerte gjithandeja. Pra sa po kuptojmë ka qenë një qëllim që artistët më inë me i sjell para kosovarëve këtu. Po, domethënë Tajna përveç se tash edhe që është trendi më shumë me Afro House muzikës, po ashtu edhe albumin që ka lansu, ndërsa vlen cekët për Alban Skenderaj që domethënë gjatë sezonit verës është i pranishëm domethënë ndoshta vetëm në koncerti jonë në Kosovë. Po, sepse tash vetëm me koncertet e mëdha duke u marrë, po. Kjo besoj që është edhe një risi edhe diçka që i ngrej edhe publikun. Ato veshjet, ajda në falë se po më intereson kjo që ta dina në aty, ato veshjet e valtareve në për rruga, i keni? Veshjet e valtareve? Ja dy për muaj, ajde. Bëjmë pjesë e grupet, kena nevoj mu shpash pak ma ndryshe. Se duha da këtë që personalisht kam qenë në disa, nuk e di edhe ajda nëse ka qenë ndonjë prej edicionet dhe atmosfera vërtet është shumë e mira, në këtë qytetin, jo vetëm në atë pjesën ku mbat.
A pritni që edhe kësaj radhe realisht me vazhdu e njëjtë atmosferë? Po, natyrisht. Ndoshta edhe shkaku që vitin e kalum kemi mungu, dhe më thonë nuk kemi qenë prezent me karnavalin Golden Eagle, presim që këtë vit ketë akoma më shumë edhe shikus pjesëmarrës, cilët dhe më thonë kam pasë dëshirë shumë që të kjetë edhe vitin e kalum, po shkaku i disa problemeve, ma shumë shkaku i lokacionit, s'kemi mundu me siguru. Se deshat për nga kurreshtja. Po. Ndërsa dhe është me pyte dhe është kjo është arsyeja që keni ndru lokacionin dhe tashmë ka vend për 600 persona, pra për shkak të interesimit madh, për shkak të organizimit ma të mirë që gjithë ta kenë vendin e tyre? 600 persona, se nuk e di ndështë u këtë shkutum, 600 persona ishte fjalla për performusit që kanë me performu, do më thonë, po. Ndështë sa kështu pritet ketë deri në 20.000 kapacitet që janë aty. Mirë, ndo një detaj që ja vlen, natyrisht që gjatë këtyre ditëve do t'jeni në media duke e promovuar në Zharën, do t'jeni edhe në emisionet e tjera këtu në të shtatë. Je Elie, çka do që ke ndonjë informacion tjetër të rëndësishëm për sot? Po besoj që informacionet që kanë qenë kështu pak ma që u dash një ditë publiku, dhe që kam shprejë, ndërsa për surprizat, besoj që është ma mirë ndërsa Milan me u pa natët. Kretarja që ka mundu me thonë save the date, 26 dhe 27, artistët tashmë po dijen, surpriza ka kapacitet për shumë qytetarë që kanë dëshirë me shumë. A ka hyrje me bileta? Po, dhe kjo, edhe këto harrova. Jo, në fakt, hyrja është falas, dhe më thonë për gjithë janë të mirë së ardhur, nuk ka nevojë për pagesë, normalisht pastaj do të ketë edhe pije ushqim që këtu janë me pagesë, të s'ja falë. Normalisht, po hyrja dhe më thonë është falas për gjithë janë mirë së ardhur. Natyrisht është shumë e rëndësishme. Faleminderit, shumë suksese me këtë edicion. Faleminderit shumë edhe për ju. Faleminderit.